Ka pas diçka të mirë? Që të ka bërë përshtypje pozitivisht me thonë, wow, sa mire pas kam bërë këto? Ka pasur shumë gjëra të mira që kam gjetur. Për shembull, gjëja që më ka rënë më shumë të në sy, është që në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe të diasporës ka pasur zyrtar të cilët jo vetëm që kanë punuar sa për 10 vetë, sepse duhej kompensuar mos puna atyre që gjithë ditën e kalonin kafeve, ose të atyre që përmes nepotizmit ishin bërë pjesë e ministrisë, pra dikush ka punuar shumë fish, me qëllim që me gjitha atë disa gjëra të lëvizin në kuadër të Ministrisë Jashtme. Në anën tjetër ka profile të dalluara të diplomatëve, të cilët jo vetëm për Kosovën, por edhe në rafsh evropian do t'i bënin nder se cilit shtet. Pra, në njërën anë sistemi i dobët, por në anën tjetër një pjesë e diplomatëve jo vetëm me aftësi, po me përkushtim të jashtëzakonshëm, dhe vetëm në këtë formë ka arritur të neutralizohej dëmi që do t'ishte shkaktuar edhe më tepër nëse nuk do t'i kishim këta diplomatë.